Me thonë të drejtën ju këta personalisht, po i gjithë ky proces që ka ndodhë, e kanë tjetërsu vullnetin e qytetarëve. Se kur dalin 100 njerëz edhe tja tjetërson votën, jep tjetër kojt, aja ka votu tjetër ka janë me të vërtet po hupe dhe besimi, edhe me marë pjesë i qytetarë në votim, po dhe aj që po hynë në listë, edhe aj po degradohet në një mënyrë. Për shembull, të hynë i ri, edhe ata që janë prej atyne që janë një kohë ma të gjatë aty, ata komisionert i njofin edhe ju bojnë favore dhe ja uqesin votat. Sa i përket pyetjes tone, po m'vjen tepër keq, është shumë e pabesueshme, tash me besu që dikush me zër ty ti ka shtu votat. E posaçërisht mundet bre më të shtu një 50 vota, 106.000 vota, ti shtoj dikush me zër është të qysh kushtrim me të vërtet për do të me qenë edhe njashtë pak logjik. Nuk ka mundësi me të shtu ty 1.000 vota, 2.000 vota, e 500 vota dikush me zër. Përkundrazi kushtrim, përdorën disa metoda, edhe këto e dim shumë, një nuk është që po e themon, po e kanë thonë shumë para me edhe që janë në për parti politike dhe i dinë se si shkojnë proceset zgjedhore, përkundrazi këta i mësojnë komisionerë se qysh duhet pak a shumë që se ju jesin listat zbrast, mi plotësu, mja qit na i vot dikojna ma shumë, unë tash s'po du me thonë këta njerëz të cilët i lexove ti, që ka mujt me ndodhe njëjta, por është jashtëzakonisht nuk po ka asnjë lloj sensi të gjitha atyne që ju kanë dalë më tepër vota me jashtësyetu. Me jashtësyetu që ju kanë dalë më tepër vota. Se kërkush nuk është në zër, ty më të qitë vota nëse ti nuk i ke thunë dikojna. Edhe unë menoj që kjo ka shku me marrëveshje brenda komisionerëve. Komisionerët e LDK-s, ja u kanë qitë njerëzët që kanë dashtë, komisionerët e PDK-s, AK-s e tjerë, VV-s, natyrisht edhe VV kish pas edhe aty, po jo një mas ka që madhe, sa ta kanë marrë me 51% nuk kanë qenë edhe nuk kanë pas as nevojë që atë shumë me shty për para kandidate vetë, për ashtu se kanë marrë mjaftueshëm vota. Po unë nuk po muj me besu dhe logjika jam nuk po e thot që ty dikush ti ka qitë 2.000 vota, e 1.000 vota, e 500 vota pa i thonë ti fare. Po mund të ndodhë bezona pranverë dikush ti qetë një 6.000 vota aty? Ja, kushtrim na mundemi të atin me bo ajgore, po kjo është për një me. Diçka nuk e kap logjika